e nisë me mjaltin, dal pak Shqipërit mesme. Ku i ke mjaltet? Mi tregon qik. Dilti janë deju për dalë. Unë sot kam ardhur të prezentoj mjaltin, polenin, propolisin, mjaltin me hoje edhe qumshtin e bledhës. O, boj, pas këtë gjitha. Po... Tani, polenin kam arritur të mbledh në zonën time, në Shtrëmen. Mjaltin kam hequr... Qështë poleni, ma shpiko? Poleni është, kur vjen mbledha me ato këmbët e verdha... Po. Që i mbledh rreth këmbëve, atë polenin e luleve, po. Dhe ne i vem disa kurthe në hyrjet e kosherës. Po. Edhe ato polenin ngec aty dhe bie në depozitin që ne kemi aty. Do më thënë, kjo është nga këmbët e bledhës? Direkt nga këmbët e bledhës. Shifeni mo, kjo është nga këmbët e bledhës. Do më thënë, kjo janë polen lulesh... Direkt nga natyra. Direkt nga natyra. Po, për qaj përdorë një këtë? Kjo përdorë dhe... Mi fjallë, kur në rast virozash, përdorë për të majtë imunitetin lartë... Ka që mirë është? Normale është, produktet e bledhës, po thuj se janë gjithat mirë. Produktet e bledhës e di. Po, do më thëmë, polenin ju ja merni, i vini bledhës dhe ja merni, e? Ja, i vem kurthet para hyrës. Sa ko duhet për të mbushur një kavanos si ky? Një kavanos si ky, na duhet, po thuj se 10 bledh. 10 bledh për të mbushur një kavanos? Për një dit? Për një dit. Që di e madhë. Po, kjo është hoje? Kjo është hoje. Po. Kjo është hoja direkt si që është nëzjerë? Si që kam nëzjerë nga kosherja... Ma kanë nëzjerë njerën për met, e kam pre vetë. E kam silë nga zona dhe vollit të sot. Po. Se pavarësisht jam nga Shtrëmeni, po kemi... Kemi disa ditë që kemi shtektuar në Sa dëvoll. mjalt ka brënda këti hojt? Brënda këti hojt mund të ketë rreth 3 kg mjalt. 3 kg mjalt? 3 kg mjalt. 3 kg aty brënda? Po. Kur hojat janë të mbushura në këtë lloj... E si e kthen ti nga hoji që e çon... Ne heqim me mjetët tona, kemi një thik, me korrent, ose... Ose artizanale. Artizanale, heqim të cipën e hojes tu, edhe e fusim në centrifug. E fusim në centrifug? E fusim në centrifug, centrifugat janë me 6 korniza, edhe aty bëhet procesi i nxjerrjes së mjaltit. Dhe dylli del mjan aty? Jo, vetëm mjalti, hoja rrin po në vend. Po. Hoja rrin në vend, del vetëm mjalti. Ne kornizat që vjelin i fusim sërish ke... A i fut prap aty? I fusim sërish ke kosherës. Një, do dhe kjo prodhon rreth 3... Rreth 3 kavanoza mjalt. 3 kavanoza mjalt, 1 litësh. Po, ky... Ky është propolis. Propolis... Ky është aji që... Ky është bërë me 70% me alkohol ushqimor, edhe përdoret në rast virozash. Përdoret, me fjallë për fëmijët, përdoret në doza më tulta. E di kam pasi mik që man të nxep, për shdo gjë të shtive të është e merë propolis. Kam pas babaj. Dhe ise e i greku i asaj filmin, My Big Fat... Kam pas babaj. Po, kam pas babaj, me këtë i bëndë, e? Kam pas babaj që i mande nxep si që të regove ti. Po, e bëndë të i mbande këtu, edhe sa e thoshte, ja, 1 minut, mere thoshte, edhe pi 2, po, ose kur ullësh në një kafe, pinde një te i gjeraki, i hithe 5 pika nga kjo. Më propolis. Kemi edhe qumshin e bledhës. Qumshin e bledhës e di, po qumshin e bledhës është kaq magjik sa e bëjnë? Atëherë, qumshin e bledhës, normali që ka disa veçanti të mira, është sigur që të rrit imunitetin, ka dhënë efektet, me fjalë në disa në qiftet ku janë pa fëmijë. Ma nëzirë pak ta shof, edhe për fertilitetin. Po. Pse vjen me ka qumë letra, kë? Ne këte e mbledhin faktikisht, qumshi bledhës dikur futesh në për shishe. Po. Në shishet e era. Ne mbledhin me këte me letra alumin për ta mbrojtur nga drita. Se s'duhet këtë dritë. Se ka që problem pas kemi dritën dhe për ullirin, dhe për lëngun e mollës. Edhe arsye që ne kemi kaluar në shiri nga qumshin e bledhës, është që këtu nuk arrit humi asi gram qumshi bledhë. Ky është qumshi bledhës? Ky është qumshi bledhës. Si pjet direkt? Jo, me një lug druri, fut një cëtëse për të rriturit, fut një cëtëse në një lug druri dhe poshtë gjuhës. Poshtë gjuhës aty e ma gati 15 minuta... Ka imunitet, ha? Kjo është me prova kjo. Pyetja fundit. Si ta dallojmë ne mjaltin e mirë nga i mjalti me hile? Atëherë. Tani këthëm këtujti, mo të gjojnë e, mësë më pysni, mësë më mbytën me këtë punën e. Si dallohet? Atëherë, mjalti, atë gjë që po thu ti e nxjerr vetëm laboratori.
Por laborator lëvizës ka. Atë e nxjerr vetëm laboratori. Tani kur e bëjnë me hile si bëjnë, çaj fusin? Kur e bëjnë me hile vetëm mjaltë tregu është faktikisht njerëzit nuk kanë faj, se edhe mjalti industrial po qarkullon shumë nëpër treg. Po. Edhe aty njerëzit I bashkojnë i çike. Normale është edhe si dallohet këtë tash? Ky tani ky mjalti kur është bio, kur vjen sezoni i dimrit ky ngrin. Kurse mjalti industrial nuk ngrin. Ky ngrin bio. Po, ky është po ju ngriu mjalti e keni tamam, po nuk ju ngriu. Kur vjen dhjetori ky do ngrisë s'von. Mjalti që ngrini. Po pse ngrin? Mjalti që ngrini. Jo, ka mjalti që ngrin. Mjalti i pishës, po Shqipërisë ka. Jo, ka edhe Shqipërisë. Jo, Shqipëri mjalti që ngrin. Jo, vetëm i gështejës qëndron që nuk mund ngri. Po prapa mund nuk I gështejës është, vetëm i gështejës nuk qëndron që nuk ngri. Po shumë lule, mjalti shumë luleve, mjalti akacit, mjalti lule diellit, të gjithë mjalti. Kush janë zonat më të mira të mjaltit në Shqipëri? Atëherë zonë. Se unë majmen kanë sjell një herë një mjalt të Chestnut Hillit në Tropoj, edhe ishte jashtëzakonshëm ai. Edhe ju është tërmet nga mjalt. Mora edhe ca disa kavanoz të vegjël se kishin buja çova ambasadorëve tuaj bashkë me një kavanoz Rechel. Një vit nuk harronin të çonin mesazhe falënderimi, se ju duk shumë i çuditshëm ai. Po këto me fjalë janë të produktet thuajse zonës Devollit. Tani, sa mjalt prodhon vit? Unë prodhoj rreth 3 ton mjalt në vit. 3 ton mjalt? 3 ton. E ke këtu për prodhim për konsum vendi? Po, konsum vendi, shiqyr zotit kemi pas tregun, mjaltin asnjëherë s'na ka kapur. Ashtu, ë? Fal dhe bashkëpunimit që kemi bërë dhe me Denal Gjatën. Po? Kemi arritur sensibilizoni. Se s'po them dot. Po. Të ndërgjegjësojmë njerëzit për produktet e bletarisë. Po tani kanë filluar bletaria në Shqipëri. Këto 2 vite faktikisht tash fal punës e të Donalit që ka bërë shumë marketing në rrjetet sociale. Po. Këto 2 vite e fundit ka pas shumë kërkesë nga produktet e bletarisë. Mbas Covidit. Domethënë 87-ën kush e ka nis? Babai? Babaj, me gjyshin. Me gjyshin. Kush e di sa hall do kem pas, në kod komunizmit Stalinin quhej shfaqje huaj. Bleta para atëherë ka qenë. Atëherë bleta para. Bleta para, pasi pa disa gjëra që me fjalë probleme familjare që na kanë ndodhur duke u smur babai, pati një aksident. Po. 15 vite përpara mu dorëzu mua bletet gjitha. I morë ti bletët dorëzi? Unë i mora, ja mora babait 100 blet. Më mirë se babai? Po, i mora 100 blet babait, sot e kam çuar 300. Po ja kjo vleka, e ka 3 fishu për 15 vjet atë babait, kështu do i thuash gocës. 3 fish duhet ta bëj prodhimin e vajit kur t'ja lësh. Shumë interesante është. Domethënë ky është mjalt Elbasani kryesisht. Se pyeta kush janë zonat kryesore në Shqipëri që prodhojnë mjalt? Zonat kryesore ne zakonisht i çojmë bletet në zonën e Korçës, Devoll dhe Ersek. Këto janë 3 zonat. Këto janë me fjalë për ne të Elbasanit, se zonat mira ka edhe Tropoja. Edhe Tropoja. Tropoja, mjalti gështesi. Po pjesa e Bregdetit? Pjesa e Bregdetit. Edhe Skapar, nuk mund ta na shkolojmë. Pjesa e Bregdetit ne faktikisht i çojmë edhe në finish të Sarandës. Në zonën e Sarandës. Që janë zonat mira. Po, që janë fjalë zona me shumë lulesh. Bledët nuk pyesin, si t'jetë zonë malore, si t'jetë fushore, Mjafton që po pati pemë dhe lule. Po pati natyrë të pasur, normale që bledët nuk pyesin.